Ai dëshiron seks 5 herë në ditë. Partnerja e lodhur nuk e përballon. Një burr tregon se dëshira e tij për seks është jashtëzakonisht e madhe, deri në 5 herë në ditë, dhe shqetësohet se kjo po e bën partneren të ndihet e lodhur dhe e frustruar. Ai pyet nëse është i çuditshëm dhe si mund ta menaxhojë oreksin e tij pa dëm të marrëdhënies së lumtur që kanë ndërtuar së bashku. Shkrimi ofron këshilla praktike për të gjetur kompromise dhe forma alternative të intimitetit, kur nevojat seksuale të partnerëve nuk përputhen gjithmonë. Unë vazhdimisht dua të bëj seks, por partneri im më bën të ndihem sikur dëshira ime seksuale është jashtë kontrollit. E dua të paktën 5 herë në ditë dhe po filloj të shqetësohem se mos është tepër. Jemi në të 30-tat e hershme dhe kemi qenë së bashku për 5 vjet. Është një marrëdhënie e lumtur dhe dashurore. Flasim për gjithçka dhe qeshim shumë. Seksi ka qenë gjithmonë një pjesë e fortë e lidhjes sonë. Na pëlqen të eksperimentojmë me pozicione të ndryshme, lodra seksi dhe vende të ndryshme. Së fundmi, megjithatë kam filluar të shqetësohem se oreksi im mund të jetë tepër i madh. Shpesh bëjmë seks disa herë në një periudhë të shkurtër kohore, shumë seanca në një ditë. Për shembull, të shtunën tjetër bëm seks 6 herë. Çdo herë ishte e kënaqshme për të dy, me shumë paralojë dhe puthje. Sigurisht që nuk e kam vënë nën presion, madje ajo nisi marrëdhënie intime disa herë. Problemi im është se edhe kjo nuk ishte mjaftueshëm. Unë ende e doja përsëri, por ajo e bëri të qartë se kishte pasur mjaft. Ndonjëherë ajo seriozisht nervozohet kur filloj të afrohem me të pas një maratone seksi. Thot se është e lodhur dhe më nuk ka dëshirë. Unë nuk e shty, por ndihem i frustruar dhe i refuzuar. Filloj të dyshoj për aftësitë e mia seksuale dhe pyes veten nëse jam i çuditshëm që kam nevojë për kaq shumë seks. A është normale që një partner të dëshirojë seks shumë më tepër se tjetri? Si mund ta menaxhoj dëshirën time pa e shqetësuar atë ose pa dëmtuar një marrëdhënie që është në të vërtetë e shkëlqyer? Përgjigjja e psikologës është e zakonshme që partnerët të kenë dëshira seksuale të ndryshme dhe që këto të ndryshojnë me kalimin e kohës. Nuk ka një sasi normale seksi dhe të dëshirosh seks shpesh nuk do të thotë se ka diçka gabim me ty. Megjithatë, 5 herë në një periudhë 12 orëshe është shumë për shumicën e trupave. Partneri yt ndoshta është i lodhur, i dhimbshëm ose thjesht plotësisht i kënaqur. Kjo nuk është reflektim i dëshirës së saj për ty ose performancës tënde, por nëse vazhdon të kërkosh më shumë, do ta bësh të ndihet e shtyrë.